Gjendemi praktikisht në rajonin servitor të Pajetit Bizës, një projekt i rëndësishëm i forcës toksore, në mbështetje jo vetëm të rritjes kapacitetit të grup batalionit, por edhe për të ofruar mundësinë e një kompleksi stërvitor shumë kombësh. Ky është një rajon historik në fakt stërvitor, qoftë për qitje, qoftë për gjithë komponentët e luftimit. Dhe investimi ka ardhur duke ushtuar, duke u rritur, qoftë përmes aksesit që filloi fillimisht para disa vitesh me forcat gjenjere dhe pastaj një projekt i mirëfillt. Dhe sot, siç e thatë kolonel, jemi praktikisht në 80% të punimeve të realizuara dhe vijojmë me komponentin tjetër që ka të bëjë me depon e armatimit, më thatë? Depon e armatimit dhe çatit e kontenerëve për mos lejimin e peshës madhe të porës që mund të... Kur parashikohet stërvitja e parë shumë komshe? Stërvitja e parë shumë komshe do jetë në 2027 në Defender Europe, por pasë mund të kemi në stërvitje dy palë që më përpara, kurse stërvitja jonë kryesore, që do jetë vlerësimi i grupit batalionit, do jetë në shtator të këtij viti. Të këtij viti, po pra. Ndaj ky shërben edhe certifikimit të trupave tonë, pa pasi një strukturë të tillë shkon në përshtat rritjen e kapaciteteve të trupave tanë dhe ç'është e vërteta her pas here një pjesë e mirë homologëve kërkojnë rajone stërvitore në zonën tonë. Ktu zoti ministër jemi tek bloku Menc Kuzhinë. Ka një kapacitet për 1200 efektivësh, mund të hanë me një rejs 600 efektiv njëkohësisht. Primit kryesore janë kryer, pra jemi në kushtet ku mund të fillojmë rifiniturat praktikisht këtu dhe të... Po, edhe pajisjet që kanë ardhur, po shikojnë është fjala e fundit. Cilësi e shumë qartë, vuan kujdes edhe për të rinë. Dhe praktikisht sot që janë dhe struktura modulare, pra mund të për raste të caktuar, në të caktuar mund të zhvendosen. Kështu është projektuar që kjo mund të zhvendosësh është mobile. Po bora tani nuk krijon problem? Bora faktikisht në këto momente krijon problem për arsye se ne nuk e kemi filluar si ta shfrytëzojmë si kapacitet. Në momentin që do shfrytëzohet si kapacitet, do ketë dhe pajisje të tjera ndihmëse që do na ndihmojnë në postimin e borës dhe krijimin e kurseve të tjera për stërvitje. Po kapacitet për të fjetur këtu për është domat. Shumë mirë.